A fillojmë? Obes. Fillojmë? Se mos kanë ardhur në protokoll. Në mbledhje, me pas menin këtu. Një minutë. Se po alja kryesori këtu. Se regjistron. A do me folë kush? Hajde. Përshëndes gjithë dashamirësit e sportit Shkodran, mi gjitha nënkryetari që merr pjesë në këtë eveniment të datlinjes Paulin Palmarkut, që bën 75 vjetorin, i urej shëndet në familje, në shoqëni, kudo që t'jeni. Urime gjithëve pjesëmarrësve këtu që jeni, të dashamirët e sportit Shkodran, edhe të zonës Veriut, edhe të jugut. Por Palmarku u bofsh edhe i 100 tjera palë. Urime, është 75 vjetorin, kryetar falënderes për jush, që keni marrë pjesë në këtë datlinet Palmarkut, që është në sportistat e mirë, ju me të thënë drejtën. Të nderuar pjesëmarrës. Faleminderit për ftesën për organizimin e kësaj ceremonie domethënëse për 75 vjetorin e ditëlindjes të mundis së quar vllaznisë, trajnerit dhe arbitrit të nderuar Palmarku. Të nderuar të ftuar, nënkryetari i bashkisë, drejtori i sporteve dhe gjithë miqtë që kanë ardhur këtu. Shkodra është vendi i traditave patriotike, kulturore, sportive dhe shoqërore. Nga ekipi i vllaznisë kanë dalë shumë mundës të shquar, kampion kombëtar, ndërkombëtar e deri kampion bote. Me këtë rast kujtojmë mundësit e shquar Shkodran, kampion të vllaznisë që nuk janë më, mundësit kampion aktual, veteranët e shquar që janë prezent dhe të gjithë shokët e tjerë, si dhe mundësit aktual të vllaznisë që po ringrihet duke marrë vendën deri. Sot është festa e ditëlindjes së Palmarkut dhe në emër të shoqatës kombëtare të mundës shqiptare dhe presidentit Muhamet Malo, ju urojmë Palit gëzuar ditëlindjen, jetë të gjatë dhe faleminderit për ftesën. Ju uroj gjithë pranishmit të kenë shëndet dhe gëzime në familjet tuaja. Respekte dhe sukseset degës së shoqatës së mundjes së Shkodrës dhe drejtuesve të saj. Shoqata kombëtare e mundjes shqiptare vendosi të nderojë Palmarkun me titullin e lartë të meritës sportive, nderi i mundjes shqiptare. Me motivacionin edhe atëre. Motivacioni është zotit Palmarku, shoqata kombëtare e mundjes shqiptare, medalje e meritës sportive, nderi i mundjes shqiptare. Me motivacionin, mundës i shquar ndër më të mirët e peshës tij, fituesi i disa vendeve të nderit, trajner dhe arbitër kombëtar dhe ndërkombëtar. Ka kontribuar në rezultatet e ekipit Vllaznia Shkodër dhe përfaqësuar me dinjitet mundjen shkodrane. Presidenti këtë në data dje, se dje ke pas dilinin. Tash do ta ndaj këtë medalje në kryetari i bashkisë për ty. Ibe se kam medalje, okej, patjetër, kurse medaljen, vazhdo. Vetëm ndarjen, bes. Zuar, jo. Kurse medaljen për kace, do ta shpërndaj Bes Rama, një ndër mundësat e shquar të Shkodrës, po edhe një ndër aktivistët dhe mbështetjet më të mëdhenj të gjithë shoqatës sportive, shoqatës kombëtare dhe shoqatës Vllaznia. Do dorëzoja Bes. Egzash. Tani Palmarku e ke llafin. Atëherë kënaqësi e veçantë që si bashki jemi prezent sot në ditëlindjen e Palit. Pal në emër kryetarit të bashkisë gëzuar 75 vjetorin dhe për ne të një aset, jo vetëm si
ish sportist, trajner dhe albiter minjor në sportin e mundjes, po dhe si qytetar mrekullueshëm. Unë kam pas fatin që palin të njeh edhe si familje në vite, është mik i babs, kështu që edhe në emër të babs të rej gëzuar ditëlindjen, në emër të bashkisë gëzuar ditëlindjen, edhe gjithë miqve, është kënaqësi e madhe që t'jemi mes ish sportistëve, ish kampionëve, gjithë me emër të dalluar edhe me spikatet madhe në sportin e mundjes dhe të uroj shëndet marrësi dhe jetë gjatë kurdo. Gëzuar. Atë jap pak edhe certifikatën e mirënjohjes. Në emër të kryetarit të bashkisë, po t'jap këtë certifikat mirënjohjet për kontributin e madh në sportin e mundjes. Egzash edhe Shok, mirë se keni ardhë. Faleminderit për jush që keni ardhë, keni lënë punë tuaja. Ju jam shumë mirë njohës, se këtë ditë po më bani edhe më të gëzueshme me prezencën tuaj. E inshallah, gëzime edhe të ju mbledhsim gjithmonë. Se nuk është sot nej ato, një fjallin Dilaverit, për meritat që pali ka, gjinan se kënë qytetar në erit. Dale,